mendoj që ka një shpjegim janë Xhixho, është mosbesimet e lista opozitare. Jo, tani kjo arsye të nuk shkojnë tek të votojnë opozitë përballë Esion, në një debat këtu duhet kisha PS-n e para. Sigurisht, nuk e ke sa ta zgjedh mos debatojnë. Që në këtë moment ty PS-ja ta ka rënuar në sensin e debatit dhe llogaridhënies. Pra PS-ja duhet të jepte llogari. Duhet të japi llogari. Duhet të japi llogari, pse nuk ka mbajtur premtimin e ujit pishëm. Detyrën e Berishës për të thënë që ja kush është opozita ime. Ore duhet të jepte llogari një herë. Këtu nuk po jepet llogari nga ai që ka llogari se del prap fitues, pse do të bëj debat me ju kur e ndjen që është fitues. Unë doja të bëja program politik. Esion, nuk e ka bërë asnjëherë. Nuk e bën. Po sigurisht nuk ka fituar gjithmonë. Absolutisht për zgjedhje për demokracinë që ju thoni për Partinë Demokratike, koalicionin tuaj, as kësaj radhe nuk është. Ja, të them diçka për këtë çështje. Lista juaj nuk është një listë që mua personalisht më bën të vit votoj PD. Listat patën lista e mbyllur. Nuk më bën të ndjeni listë. Të them diçka për këtë çështje. Ne që biem ditë, dakord? Ne që biem ditë 12 vjet mund të rrimë një njëti kryeminist që ka rënuar këtë ekonomi. Harroni 5 partitë reja opozitare që tentojnë të hyjnë në parlament të zvendçojnë ato opozitë që nuk ndoshta për disa ju nuk po bëni mirë. Tani nuk se unë kam shumë vështirë që të flas sipër njëri tjetrit, por duhet të them vetëm një fjali. Ky inati ekziston, që kjo revolta e njerëzve ekziston, reflektohet edhe tek sondazhet tuaja. Problemi është se sa të aftë do jemi ne që këtë gjë ta çojmë te kutia votimit. Jo është pyetja. Dhe është pikërisht çështja për të cilën po bëjmë thirrje këto ditë. Unë mendoj që ka akoma kohë në 2 javët e fundit për ta ngritur. Ka ndodhur gjëra në 2021 që javën e fundit ndryshoi tendenca. Ka ndodhur gjëra edhe në zgjedhje të shkuara që mund të ndodh ndryshimi i tendencës. Ne sot jemi të fokusuar tek betejat që thotë Risa, tek çështjet e ekonomisë, tek çështjet e xhepit, tek çështjet e papunësisë dhe këto gjëra për qytetarët shqiptar kanë nevojë që neve t'i flasim. Dhe unë mendoj e kam menduar gjithmonë, po e mendoj kësaj radhe më shumë që ne duhet patjetër së pari njëri mos bien pre e fushatës që Partia Socialiste po bën dhe t'i ofrojmë atyre një zgjidhje. Vetëm duke i ofruar një zgjidhje mund të japim alternativën. Zgjidhjen tuaj është çështja, pra dita ato probleme ekzistojnë për të gjithë ne. Edhe për votuesin e Edi Ramës janë të njëjtat probleme si për votuesin opozitar. Çështja është pse nuk vjen përkundrazi votuesi i Edi Ramës ka edhe zhgënjimin, sepse votuesi opozitar ka qenë gjithmonë kundër Edi Ramës. Projekcion që ai votues nuk vjen tek ju. Shiko, Esiona, vazhdon të rritet Edi Rama për arsye që do t'i kuptoni ju të parët përpara nesh. Patjetër, unë besoj që ne ndodhemi në një moment tani që e shkuara të paktën në 3 vitet e fundit i ka shërbyer shumë Partisë Demokratike. Edhe për të ndryshuar, edhe për të përmirësuar, çfarë ka shkuar, ka shkuar. Në këtë moment që ne ndodhemi, unë besoj që është e nevojshme që të merrem me kundërshtarin. Unë e kuptoj shumë mirë që sot, siç e tha Arisa, ne nuk e kemi këtu kundërshtarin dhe ju s'keni pse të luani rolin e kundërshtarit. Por rolin e freskuesit tuaj nuk mund ta bëni me respektin në mënyrë absolute jo. Në mënyrë absolute jo. Po e rëndësishme është që të kemi një debat, pse nuk ka një përballje politike. Pse nuk ka një ofertë, qoftë edhe një ofertë. A ke dëgjuar një ofertë? Nuk kam dëgjuar, nuk ekziston as dokument i shkruar programi Partisë Socialiste. Se nuk ka një moment kur unë po them, pavarësisht se nuk ka kaq shumë gjëra nga Partia Socialiste, pse ata rezultojnë fitues dhe ju rezultoni humbës? Nëse do më lësh të aprofundoj. Këtë dëshiroj të kuptoj dhe të lutem më konsidero si një votues potencial, mos më konsidero as si gazetare, as si pala kundërshtara. Më konsidero si një votues potencial dhe më bind pse unë që vuaj këto elemente ke qeverisë së shumë shqiptar, nuk bindem ende të votoj atë listë të Partisë Demokratike, sepse unë nëse dëshiroj të votoj ty, e di që do hyjnë në parlament përpara teje disa njerëz që nuk dua ti shoh me sy. Tani Esiona, unë njerëzve që më thon kështu se them të drejtën në këtë debat e kam dhe me njerëzit. Unë njerëzve që më thon kështu i them, më voton muaj që të futem unë në parlament akoma dhe më shumë që unë vazhdoj ta bëj betejën atje brenda Partisë Demokratike dhe në parlament. Sigurisht që unë ndoshta nuk përfaqësoj gjithë partinë politike, po e rëndësishme është jo të përçuar Joridën Kuvend. Kësaj radhe e rëndësishme është për të rrëzuar Edi Ramën. Dhe këtë betejë besoj që e kanë edhe të majtë edhe të djathtë. Pastaj shifrat, unë s'kam qenë ndonjëherë e deklaratave bombastike. Por mbas 12 majit besoj kur tulemi këtu në këtë studio, në çdo studio tjetër, pak gjëra do jenë të sigurta, po sfidimi i sondazheve deri në çfarë mase nuk e di, po sfidimi i sondazheve mund të jetë një nga ato. Unë nuk të sfidoj ta mbash këtë bast, se nuk dua rëndesën tënde të mëtejshme. Do më thresësh këtu dhe do vi unë këtu. Unë nuk të sfidoj të them që të vëm një basë, në shumë studio tjera do të kishte ndodhur kjo, do të thosh, po do vim këtu dhe do ta diskutojmë. Unë nuk dua fare që ti të vësh basë me këtë, se për fatkeqësitë tënde besoj që nuk do të jetë kështu, por çrëndsi ka kjo se besoj unë, sepse ka një kontradikt në ato që ndërton pas
shtjellimit dhe pyetjes së Esiones. Kush është? Ti thua, okay, mos voto, nuk ka rëndësi se janë ata, më voto mua. Në listën e hapur çfarë do lloj gjëje që të ndodh, versioni më i madh janë 3 ose 4 që mund të hynë nga lista e hapur në rastin më optimist në parlament. Ndërkohë që në listën e mbyllur janë 12 dhe në rast se siç është evidentuar dhe në sondazhe, ka pak kënaqësi me listën e mbyllur sidomos të Tiranës, njerëzit thonë, kanë shqiptarët një shprehje, me një lule nuk vjen pranvera, qofsh edhe ti kjo lule. Nuk pretendoj që të jem kjo lule. Kështu që kjo ofertë duhet ose ta ristrukturoni dhe prandaj duam ta gjejmë në këtë studio kush do të ishte valvula që i bën ata njerëz të votojnë ty, pavarësisht se që sipas tyre ti je pakic aty dhe nuk je shumicë. Pra këtu na bind sepse jemi në një audiencë me shumë rëndësi për të pasur këtë mundësi. Domethënë na bind, ora pse duhet votoj ty kur unë me atë listën në përgjithësi, përjashto disa emra sigurisht, nuk e shikojmë si të shkuarën, nuk dua t'i jap fare kosto atyre, po e shikojmë si të shkuarën. Ndonjëherë shkuara nuk është aq keq, Greta, se qeverisja 2005-2009 e mbajnë mend që të gjithë që sigurisht ka qenë shumë herë më mirë se këto 12 vitet fundit. Njerëzit nuk kanë pse të votojnë fare për mua, mund edhe të votojnë mua, mund të votojnë dikë tjetër. Lista e hapur në fakt është jep mundësi të gjithëve që ato që nuk e gjejnë ke Jorida ta gjejnë ke një kandidat tjetër. Njerëzit duhet të votojnë për veten e tyre. Dhe kësaj radhe sfida është me të vërtet vota për veten e tyre. Unë kam takuar në këtë fushat socialist, me të vërtet socialist, që më kanë thënë na gënjeu një herë, na gënjeu 2 herë, tani mjaft më. Tani a do të shkojë kjo tek vota? Deri në fund, në momentin e fundit, kjo varet sigurisht edhe nga thirrja që do bëjmë ne, edhe nga oferta që do bëjmë ne.